I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. Në emër të vetmes Parti Maqedonase në Shqipëri, Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian, e cila ndër të tjerat kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit maqedonas në Shqipëri, sot duhet të shpreh shqetësimin për situatën në zonën e Gollobërdës me 22 fshatra me rreth 11.000 banor nga komuniteti maqedonas dhe shqiptar që historikisht jetojnë së bashku. Zona e Gollobërdës nga fillimi i viteve 90 të shekullit 20 administrativisht artificialisht të ndarë në dy qarqe, Elbasan dhe Dibër. Deri në vitin 2015, në zonën e Gollobërdës kishte 3 komuna, Steblev që hynte në qarkun e Elbasanit dhe komunat e Ostrenit dhe Trebishtit, të cilat hynin në qarkun e Dibrës. Fatkeqësisht, me reformën e re territoriale, komunat Steblev, Trebisht dhe Ostren u shkrin. Kështu komuna e Steblevas u bashkua me bashkinë e Librashdit në qarkun e Elbasanit, ndërsa komunat Trebisht dhe Ostren u bashkuan me bashkinë e Bulqizës në qarkun e Dibrës. Në vitin 2014, kur u miratua ligji për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, qeveria nuk mori parasysh kërkesat e komunitetit maqedonas të Gollobërdës dhe Partinë Aleancë e Maqedonasve për Integrim Evropian. Zona e Gollobërdës të organizoheshe në bashkime vete, me qëllim zhvillimin e zonës. Sot, banorët e Gollobërdës, për një vërtetim ose certifikat, udhëtojnë për 2 orë deri tek qendrat e administratave bashkiake. Të nderuar deputet, Gollobërda është zona më e varfër në Republikën e Shqipërisë, me shumë probleme socio-ekonomike. Papunësia në Gollobërdë arrin në 90%, nuk ka rrugë të asfaltuara, ujësiellsa dhe kanalizime. Në gjendje të keqe janë edhe institucionet shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor për popullatën lokale. Në dimër do të që zona e Gollobërdës të bllokohet me muaj për shkak të borës, ndërsa fshatrat beten me javë pa energji elektrike. Deri përpara 28 viteve në Gollobërdë jetonin 35.000 banorë, por për shkak të kushteve të këqija të jetesës, shumica e banorëve u zhvendosën në brezit të vendit në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Kavaj. Një problem tjetër për komunitetin maqedonas në Gollobërdë është se fëmijët nuk kanë mundësi për mësimin e gjuhës amtare maqedonase në procesin arsimor në shkollë. Gjuha e folur nga banorët në shtëpi dhe në zonën e Gollobërdës është gjuha maqedonase. Fëmijët deri në moshën 7 vjeçare nuk e njohin gjuhën shqipe, e mësojnë kur shkojnë në shkollë. Deri tani ka shumë iniciativa nga komuniteti maqedonas në Gollobërdë për të mësuar gjuhën maqedonase si lëndë më vete në shkolla, por këto kërkesat të banorëve nuk janë miratuar nga institucionet përkatëse arsimore në Republikën e Shqipërisë. Maqedonasit nga zona e Gollobërdës kërkojnë nga Ministritë e Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe të Maqedonisë kalimi kufitar Xhepisht-Trebisht, i cili u hap në maj të vitit 2013, nga kalim kufitar lokal i kategorisë 3 të kalojë në kalim kufitar rajonal i kategorisë 2. Kjo do të ndihmojë ekonomikisht popullsinë e Gollobërdës, pasi do të rritë bashkëpunimin ekonomik midis banorëve në të 2 anët e kufirit, do të forcojë ekonomikisht dhe do të zhvillojë këtë zonë si një e tërë. Të nderuar deputet, zona e Gollobërdës ka një bukuri natyrore, kulturë dhe traditë të pasur, si dhe parku kombëtar Shebenik Jablanic dhe i ka të gjithë mundësitë për zhvillimin e turizmit malor. Qeveria së bashku me bashkitë e Librashdit dhe Bulqizës duhet të investojnë në Gollobërdë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, ujësiellsat, kanalizimet, sistemin shëndetësor, zhvillimin e turizmit malor dhe parku kombëtar Shebenik Jablanic në mënyrë që për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe të punës dhe në përgjithësi për zhvillimin e zonës së Gollobërdës. Besoj se qeveria dhe ministrit, qarqet dhe bashkitë e Librashdit dhe Bulqizës do t'i kushtojnë vëmendje kërkesave të komunitetit maqedonas në Gollobërdë dhe të përmirësojnë kushtet e jetesës dhe të punës. Faleminderit.